Ndërtimet pa leje rrezikojnë që qyteti i Gjirokastrës të përjashtohet nga UNESCO, ndonse 3 ditë më parë autoritetet lokale festuan përvjetorin e 8 të saj në listën e trashëgimisë botërore. Kjo e fundit e rendit Gjirokastra në listën e zezë të trashëgimisë kulturore. Numërohen rreth 300 ndërtime pa leje që sënojnë zonën muzeale dhe rrezikojnë shëmbjen e ndërtesave të tjera. Për studiuesin Auron Tare, ruajtja e trashëgimisë kulturore kërkon më shumë vullnet politik dhe bashkëpunim të faktorëve të ndryshëm, sepse të jesh pjesë e UNESCO sipas tij do të thotë ti pranosh të gjitha rregullat. Kriteret e kërkuara nga UNESCO për Gjirokastrën nuk zbatohen. Unë dhe sot që erdha e pash ndërtimi vazhdonte. Për mendimin tim nuk është problemi i pronarëve, pronarët mund të kenë drejtën e tyre. Problemi është i institucioneve shqiptare, si qendrore, si lokale, që nuk munden dot të koordinojnë për të ndaluar ndërtimet pa leje në zonën muzeale të Gjirokastrës. Arsyeja pse Gjirokastra është futur në UNESCO janë vlerat universale. Pra jo vetëm vlerat për Shqipërinë, por për vlerat për humanizmin. Dhe nëse këto vlerat transformohen dita ditës nëpërmjet ndërtimeve pa leje, nëpërmjet ndërhyrjeve në zonën muzeale, këto vlera universale prishen dhe nuk ka më arsye pse ky qytet të jetë pjesë e UNESCO-s. Nuk ka vullnet politik, prandaj vazhdojnë të ndërtimet. Mungesa e investimeve në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, rijetëzimi dhe duke vijuar me ndërtimet e palicencuara, të cilat rrezikojnë shembjen e banesave në zonën muzeale, janë ndër problematikat më kritike të cilat kanë tërhequr vëmendjen UNESCO-s për ta renditur Gjirokastrën në listën e zezë të trashëgimisë botërore.